Muzeu Marubi vijon të mirëpres vizitorët me ekspozitën John Mili Retrospektiv, e cila është pjesë e programit të aktiviteteve për 10 vjetorin e hapjes së institucionit. Për këtë vit jubilar, Muzeu Marubi ka planifikuar më shumë ekspozita se zakonisht. Drejtori Lucian Bedeni thotë se dhe muajt e mbetur të vitit, publiku do të ketë mundësi të vizitojë ekspozita të reja. Përgatitemi të shtinë shtator të kemi 2 hapje tjera ekspozitash, një në katën në sipërm dhe një në katën përdhe. Një ekspozitë një artistes të re franceze, me mjaft perspektivë, ekspozume në shumë institucionet prestigjioze, dhe pastaj një tjetër koleksion i pa publiku më përpara, një studios fotografike nga Korça, që do jetë për herën e parë ekspozimi i kësaj, dhe pastaj do ta mbyllim kalendarin vjetor me një super emër të botës bashkore, të artit bashkor, Shirin Neshat. Sipas Bedenit, vizitorët nuk bëhen dallim mes ekspozitave të autorëve shqiptar dhe atyre të huaj. Ai thekson se interesi lidhet me vlerat që sjell secila ekspozitë. Unë mendoj që nuk ka se ka një lëkim. Rëndësishme është kur ato projekte janë cilësisht të realizume. Muzeu Marubi mbetet një nga institucionet kulturore më të vizituara në Shkodër, duke tërhequr gjatë gjithë vitit vizitor vendas dhe të huaj.